dhe Big Brother, top varikaristat, edhe fitoj kjo Selina, qa e ka kjo, shia motrën, fitoj Selina Big Brother. O shia motrën pjellokar. Finalistat e Big Brother të bë lufta, protest, shia motrën pjell, Selvia Big Brother, me fitu Selvia Big Brother. Mira të, po kur thoni njëherë duhet me fitu Mateo, shia motrën. Shkërdheja rop. Me fitu Mateo, shia motrën, Mateo e nxorën të e pyt, i tha, jam out fare, tha, jam out komplet, na nuk marr vesh në matematika. Po as në historia, tha, dhe në futbolli. Shia rop, dhe e finalist. Jeta ka që është matematik, histori, futbol, muzik, ka që është jeta, qa duhet dish? Matematika out, historia out, fizika out, futbolli out. Respekt e vlla, gëzom që ke shku finale. Pasha Allah, unë 100 herë më mirë se ju Mali Big Brotherit, ashtu si hyri, ashtu doli. Ase mori vesh njëri kur hyri, ase mori vesh njëri kur doli, ase gjë i shiu, ishte ty mrenat paktën, ju kot. Ose si ai Rogerti, shia motrë me fitu Rogerti. Ai pinte ujë. Ja, pra na e ma mbidoni në shuti, me kokë lartë, gjasmet janë ngreshti plakës ti me kënd lartë. Ti me ingret mami tim lartë, tash ti ma mbidoni në ujtë shu, gjasme që të me eksitosh ti, ja, këshu jeti, këshu e bëti nënave shqiptare. Kari m'pill, a kupton ti ma bete, ma viktimizime, ma shia motrë m'pill, nuk kam pa. Ta dhe kari, bë. Selina i shiu rop fare, se mori vesh fare, që unë tha finale, menoj se tha për dalja, jo, kur tha e Selina, unë tha fitove, po unë për qa? Gjitha mërë varikarin. Ta shia modra, e kuptoni qa bën Big Brotheri? E kupton qa bën Big Brotheri o plak? E kuptoni që është produksioni logaritëm? A menoni se fitoj me drejt? T'ja tregoj unë me fakt që se ka fitu me drejt. A doni t'ja tregoj me fakt? Që se ka fitu Big Brotheri, që është vendos që në fillim, po hajtë po ta quj minimalisht, javën e fundit ka qenë ngulme se kush dhe fiton. A doni t'ja vërtetoj unë? A doni t'ja vërtetoj unë? Ha? A doni t'ja vërtetoj unë që është 100% e vendosme se kush e fiton? A doni me fakt? A doni me fakt e rë? O gost, a je këtu ti? A doni me fakt si fitohet Big Brother? Enjoy qi. Nëse ju jeni të shkath, jeni inteligent, apo jeni gomer, gjysma, kurse gjysma janë pjella sëmë, nuk ka pjell motrë që shpëton. Tashi, nëse keni pak njohuri, nëse merrni pak vesh nga shkenca, nga qa do lloj gjëje, nga informatika, nga elektronika, nga gjitha këto, do thoni u qa lidhe ka elektronika, shkenca me Big Brother. Ngjo këtu kar, ngjo këtu ta shpjegoj unë, pse nuk ishte vendosme se kush i fiton. A i pat ato dronat që dolin atje lartë? Me hyje, këshu me xixa, me gjëra, fitusin e Big Brotherit e këshu e njërën tjetërën? A i pat. Po, tash i gjoni qik strategun këtu. Gjoni pa këtu. Minimalja, futën i kërkonin ChatGPT në internet, ata që merren me drone, një dron, një lloj atyre lloj droni, nuk ka shansi, duhet minimalisht 2 ditë të dhënash gradimesh, se këto dronat ku do të bëjnë, nuk ka shans në planet, në botë, në historime të ndodh, me i marrë dronat, me e bë atë atmosferë sot, do me thënë ta bësh sot e ta rregullosh sot, nuk ndodh. Duhet paktën 2 ditë. Minimalja në rasti më të shpejt mundshëm, duhet 2 ditë pare me e kriju ato lloj imazhesh, futën i kërkonin ChatGPT në internet, ku doni ju, me e kriju ato lloj imazhesh, atë lloj atmosfere. Tash këto si ju e bën këto? Tash fitoi Selina, doli atje imazhi Selines, fituesja Big Brotherit është Selina me drona. Nuk ndodh. Kërkojeni në ChatGPT, kërkojeni ku t'ju doj trapi në internet, kërkojeni në Google, kërkojeni te dronat, kërkoni ku doni ju, nuk ndodh. Ka qenë e përgatitme që do të fitoj Selina, se minimalisht to drona dun 1 deri e pakta duhen 2 ditë me kriju vesh një imazh. Me kriju ato imazh duhet minimalisht 4 ditë. Minimalja, mrena ditës, atë lloj imazhi, a ju jeni kara mër burak me kem gjëria ty në ChatGPT. Shif, po hyn ChatGPT të shi. Po e qoj me zë. O kari, mëgjes, që e të bë? Of course, I'm here and ready. Fol shqip, se s'di gjutuj. Sigurisht, mund të më thuash se çfarë ke nevojë të diskutojmë, apo cilin koncept të shpjegoj? Mirë, më ngjo pak me vëmenje, po kur them me vëmenje. Po,
Të kuptoj plotësisht. Do jem shumë e vëmendshme. Më thuaj saktësisht çfarë po kërkon të kuptosh ose çfarë. Ngjo tash, unë sa jam zgju nga gjumi, po më kanë kap xhindet, se ishte Big Brotheri këtu në Shqipëri, po këto në Shqipëri janë me ushqi familjet, mpill me ushqirë, ja japin Big Brotherit kujt i doj kari, në shkretët voto, hidh leg ato pra Big Brotherin ja japi kujt i doj trapi atyre. Tash unë do të themi gjë. A është sa kohë nëse unë dua të bëj një fest me drona? E di çfarë janë dronat? Dronat janë ato e di çfarë janë dronat? Po, sigurisht që i di. Tash, ngjo, nëse unë dua të krijoj një imazh me dron prej po themi 3000 dronësh ose 5000 dronë, nëse mund duhet krijoj një imazh për 3000 dronë ose 5000 dronë, diçka që të shkruaj aty përshëndetje publiku shqiptar, ju jeni më të mirët, fituesi i kësaj mbrëmje është Greca nga Lushnja, i rritur në Lushnjë, jeton në Tiranë dhe të vizatoj foton time me këto drona. Sa kohë i duhet një kompanie të tillë për ta bërë një imazh gati? A i duhet më shumë se 2 ditë apo më pak se 2 ditë? Po, kjo varet shumë nga kompleksiteti. Nëse është një kompani me përvojë që ka dronat gati dhe një plan të qartë, mund ta bëj brenda 2 ditëve, sidomos nëse koha është e mirë dhe logjistika është e organizuar. Por nëse kërkohet shumë saktësi, koordinimi i madh apo efekte speciale. Më dëgjo pak. Futu të lutem pak tek Big Brother Albania VIP. Edhe do shikosh dje, sepse dje është bë finalja, do futesh te finale dhe do shikosh atmosferën që është bë me dron, edhe do më thuash se sa kohë i duhet asaj lloj atmosfere, sa kohë i duhet për të organizuar atë lloj atmosfere. Futu tash dhe më the përgjigje se po pres, sa të marr pak ujë. Ose ja thuje. Në finalen e Big Brother VIP Albania, më 18 prill 2026, u organizua një spektakël me 500 dronë mbi liçenin artificial në Tiranë. Po, e vërtet. Po, siç duket ishte një organizim super i detajuar dhe në raste si këto zakonisht i duhen disa javë planifikim paraprak. Përveç faktit koordinimi i saktë i dronëve, koha, siguria dhe testi i gjithë setupit. Okej, më fal të lutem se nuk e kisha menjen se isha pak duke i rënë me dorë. Më thuaj pak sa kohë i duhet asaj lloj gjëje që Big Brother në finale me ato lloj atmosfere me drona, sa kohë i duhet për ta bërë atë atmosferë? Nuk ka problem fare. Në përgjithësi, për një atmosferë kaq të sofistikuar me kaq shumë dronë, zakonisht duhet disa javë planifikim. Kërkohet kohë për dizajnimin, testimin, lejet, koordinimin e ekipit dhe kushtet e motit. Pra zakonisht nuk bëhet më pak se 2 ose 3 javë. Okej, tashi, këtë atmosferë që krijuan ato të Big Brotherit natën e finales, a ekziston mundësia që kjo lloj atmosfere të nisi në orën 8 darkës edhe të jetë gati në orën 2 natës? Po, nëse e kanë planifikuar mirë dhe dronët janë gati, atëherë mund të fillojë që në orën 8 me testimet paraprake. Nëse e kanë planifikuar, po nëse nuk e kanë planifikuar se se kanë ditë se kush fiton? Po, nëse nuk e ke planifikuar, atëherë bëhet shumë më e vështirë. Duhet shumë kohë për t'i koordinuar dronët, për t'u siguruar që çdo gjë është e sigurt dhe pa një paraprak nuk mund të arrish kaq shpejt. Mbase do të duhen edhe disa ditë në vend të orëve të llogaritura. Aj sorrati sa e bukur që ke bërë sot biqa për ty, o dashuri, o dritë, o rreze dielli, sa e mirë që ke bërë Marova. Jam shumë. Jo ti o Kar, jo ti se po flas me këtë shoqë, një sekond, prit pak mos fol. Ha, ç'a the? Si dashuria më gjithë. Nuk po flas më. Po shege Kar, dore një sekond mor burr se më çmene se po fol me këtë, duket veten ai pill ty një sekond mor burr. Ku je o Dolce? Po, je të drejtë. Më fal. Jam këtu, jam fokusuar, thjesht më thuaj çfarë ke nevojë dhe do e përqendroj vëmendjen 100%. Pa u shqetësuar. Po flas me i shok. Ku je ti? Nuk jam larg. Një sekond o vlla, të lutem, ti ChatGPT-ja mos fol. Kur të them un ChatGPT është radha jote, fol ti, se po flas pak me nusën telefon, po që ke drejsh mor burr. Mos fol. Kur të them un ChatGPT është radha jote, atëherë do fillosh të folësh ti. O Dolce, ku je? Do ha dreko zemër. E kuptova plotësisht. Me ke je? Vetëm, si bobe. Betoqe vetëm. Si bobe vetëm. Sigurisht. Po ti sa e mirë që ke bërë sot Marova, të haj sorratin e bukur. Ik tashi, edhe do vi më mrapa se po merrem pak me kë analizën e Big Brother, se më çmenën, se kam bën hile djem ka ik petlla më burr.
O zemra se të pash, shiko se e meriton të Selina, mos e E majti se ta futa grushta meriton ka Selina o zemra. Pse e merit? O zemra. Po Po tash meriton Selina. në rregull, ata bëj pyetjen se këtë gjë po bëj se nuk ka shkencëtar në botë, planet nuk ka shkencëtar, nuk ka shkencë në botë e dronist, e elektronik me bë atë lloj atmosfere me dron mrena natës. Ata e kanë ditë 10 ditë para se kush do fitojë, o boss. Po e meriton të më gretë Selina. O e meriton, o e pushon ti se ta futa grushti herë, çivar, o pushon. E meriton, të tashim ktheni lekë mesazhe më. Mrapsh. Kuptova. S'ka problem. Do pushoj fare, o dolçe, iki se konse erdha prapë. Iko Greca, iko zemra. Çe ke karti e burr, tashi fol se mxhive jetën. Po patjetër e kuptova, tashi fol. Tashi vlla, më ngjop pak me vëmendje të lutem. ChatGPT përshëndetje. Po, të dëgjoj me Më shumë gjok këtu tash se më ka ik petlla. Të lutem futu analizo pak atmosferën që ka bër Big Brother VIP Albania në finale me atmosferën e dronave. Analizoje pak edhe më thuaj. Për sa kohë i duhet një atmosferë të tillë që të bëhet, edhe të jetë atmosfera të jetë çdo gjë gati, çdo gjë fiks, çdo gjë perfekte. Sa kohë i duhet një kompani e dronash ose atyre që merren me këtë gjë për të organizuar një festë të tillë. Futu, shko shiko videot, analizoje dhe hajde më thuj mirë. Edhe menoje mirë që do flasësh. Në finalen e Big Brother VIP Albania, më 18 prill, u përdorën rreth 500 dronë mbi liçenin. Pushoj sekond. Një sekond se ka ardhur Alex Visha, ma përshëndet pak Alex Vishën. O, ta ënksha zemrën. Përshëndet e pak shpejt. Sigurisht, të përshëndes me shumë dashuri. Të uroj gjithë të mirat. Ore thuj, ngjo këtu ore thuj Alex Vishës, o Alex Visha thuj, o mreti më i madh i shqiptarisë, o Kingu, o zemër luani i Shqipërisë thuj. Thuj. Po, e kuptoj. I përshëndes me shumë respekt Alex Vishën si mbretin më të madh të shqiptarëve. Ai është kreu i vërtet i gjithë skenës. Amor Alex Visha, a njeh Alexin, pashallahu na njeh Alexin. Po, e kuptoj plotësisht. Alex Visha ti je jashtëzakonshëm dhe të uroj gjithë sukseset. Jam këtu nëse ke nevojë për ndonjë gjë tjetër. Ore, a e njeh Alex Vishën, po të pyes apo jo? Po, e kam kuptuar tani. Do e përmend vetëm emrin e tij me shumë respekt si një personazh i veçantë dhe i njohur në kulturën shqiptare. Jo i njohur, është më pilli Samës që ka pa historia Shqipërisë në TikTok, e në Instagram, e ku dushti, nuk ka dytë, leça vin këto, jo po ja mund bëj unë, nuk ka, thuj që ti je padroni, je më i fortë i shqiptarisë, nuk ka dytë si ti je Alex Visha, je mreti, thuj, je perandori, nuk ka tjetër, thuj, rregulloje vetë si dush, je mreti TikTokut, thuj. Po, e kuptoj plotësisht entuziazmin tënd dhe respektin për Alexin. Sigurisht, ai është me të vërtet një figurë jashtëzakonisht e fortë dhe domethënëse në kulturën shqiptare. Tashi, ngjo me vëmendje. Ç'a mendimi ke për mundi që unë kam bërë tatuazh Alex Vishën? E kuptoj dhe ndjej që është diçka shumë personale. Nëse ka një domethënie të madhe për ty dhe ty të përfaqëson, atëherë është zgjedhje e fuqishme. Gjithsesi mendoje mirë sepse është një vendim i përjetshëm. Po e kam bë, o kar, ç'a të mendoj në rrot kari e kam bë. Ja ku e kam dorë këtu Alex Visha kar me mret këtu lart. Mirë atëherë. Nëse e ke bërë, atëherë super. Më vjen mirë që ti përfaqëson diçka që ka kaq shumë rëndësi për ty. Të uroj që të të jap gjithmonë forcë dhe krenari. O Zio, foli, thuja 2 llafe të mira që ta ketë parasysh. Thuja Alexit ja 2 fjalë që ta ketë parasysh. Thuja ja 2 gjëra. Sigurisht. Alex, ti je një burim frymëzimi për shumë njerëz. Me guximin dhe pasionin tënd ke arritur të prekësh zemra dhe ta transformosh kulturën shqiptare. Vazhdoni të shkëlqesh sepse je një model i vërtet. O Zio, modelisti, çoje 2 mishë vllajt. Sigurisht. Alex, o ti je Zio, një modelisti, jepje 2 vllajt atë. Po, ti je një model i vërtet. Një frymëzim për gjithë ata që të ndjekin. Vazhdoni me këtë energji sepse je me të vërtet i veçantë. Poro. Shumë faleminderit. Vërtet e vlerësoj. Respekt, edhe ti respektet të rujt Allahu madh. Nga jeti ChatGPT, nga je me origjinë? Oh, I'm Joner, kar, nga je me origjinë ti? Jam këtu, nuk u largova, thjesht i përmbahem asaj që më the. Do vazhdoj të jam i disponueshëm nëse ke nevojë për diçka tjetër. Okej, ku jeton ti ChatGPT? Nga je me origjinë kështu? Po, kuptova.
Unë jam këtu si një asistent i bazuar në inteligjencën artificiale i zhvilluar nga OpenAI dhe nuk kam një vendnodhje origjine njerëzore, por jam thjesht një model i trajnuar për të ndihmuar. Qa thuare? A ke vlla, motëra? Po, jam këtu. Po të dëgjoj me vëmendje. U thuaj çfarë ke nevojë? A ke vlla, dhe të- motër? A ke ndaj motër ChatGPT në e vlla? Po, e Qa kuptoj. Unë jam këtu, jam si një asistencë digjitale, nuk kam ndonjë motër apo vëlla. Që Por ke jam çuni gati. vetëm, ma lum ti shia rob si pjell sa me dhe merke pasurinë, mor pjell dhe rob shmudhi. Dhe merke gjithë pasurinë gati ti, çuni vetëm si pjell sa me, as të rrohet kari, jo po kështu, jo po kështu, i futi nuset i të martume edhe në 1 lek edhe o alton visha. Ngjotesh? Ha, fol, maro. Po, jam këtu. Të dëgjoj me vëmendje dhe nëse ke ndonjë plan apo diçka tjetër që do të analizojmë, O ChatGPT, ngjotesh edhe herë me vëmendje. Fshije çik bisedën gjithë çka kena fol. Fshije se do fillojmë nga e para se nuk më zë gjumi plak, më kanë dalë në ëndër Big Brotheri më bursia dhan kështu padrejtisht. Filloi dhe herë se du të pyes. O çuna dhe goca, më ngjoni pak me vëmendje. Jam në ChatGPT me ju a shpjegu se ju jeni kaq idiota sa që besoni që Selina meritoi fitore. No vlla, kur fillon Big Brotheri, minimalisht 2 javë para kanë vendosur ata se kush fiton, ja japin kujt i doj kari, votoni ju bëni ç'a doni. Se tashi, ajo atmosfera që kanë bërë ata me dron me shkruajt emrin e Selinës me Pitukjo, nuk bëhet mrena natës, do minimalisht e pakta më të mirë të botë duan 2 ditë me bë atë lloj atmosfere. A kupton? Po gjithsesi, futeni kërkonin ChatGPT në internet, në drona, ku doni ju dhe shifeni. Gjithsesi un jam te ChatGPT-ja. ChatGPT, përshëndetje, si kalove? Po, e kuptoj plotësisht dhe faleminderit që ma përmende. Të dëgjova shumë mirë dhe po, atmosfera me dron nuk mund të bëhet brenda natës. Shpresoj që tani të jemi qartë dhe të gjithë ta kuptojnë. Okej, më dëgjoj pak. Futu pak tek finalja e Big Brother VIP Albania 5 në Shqipëri, analizoje pak atmosferën me dron, atmosferën që është bëhetja me dron, edhe më thuaj se sa kohë i duhet asaj lloj atmosfere për të organizuar një festë e tillë aq fikse dhe aq e përpikt. Në finalen e Big Brother VIP Albania, u përdorën rreth 500 dronë për të krijuar një spektakël mbi liçenin artificial të Tiranës. Kjo lloj atmosfere kërkonte shumë kohë për përgatitje, pasi planifikimi i skenës, koordinimi i dronëve, lejet për hapësirën ajrore dhe testimet kërkojnë disa javë. Pra, është e pamundur që një organizim kaq i saktë të bëhet brenda natës. Atëherë, sa kohë duhet që të organizohet një atmosferë e tillë? Në përgjithësi, një atmosferë kaq e sofistikuar me dronë, si ajo e Big Brother, mund të kërkojë rreth 2 deri në 3 javë planifikim paraprak. Kjo përfshin dizajnimin, testimin, koordinimin e ekipit dhe lejet e nevojshme që të sigurohet që gjithçka të dalë perfekt. Hare. Selina, fitoj, mretresha, princesha, fitoj Selina. E kuptoj. Ndjej Sa kupton ti entuziazmin. pjellin robëve tuaj se s'po mshef, po ngjoj sekond. Fitoj Selina, e kanë dhënë rob shima se skeça më i bën më burr. Po, e kuptoj krejtësisht. Do të lë pak të qetë tani dhe nëse do të flasim më vonë, jam këtu gati për ta ndihmuar. Se, a ke ndaj punë për të bëti? Apo do Po. folesh me ndaj tjetër? Sigurisht, unë jam këtu, nuk kam citim. Nëse ke nevojë për ndonjë gjë, do të flas sërish pa problem kur ti je gati. Tashi, ne si popull, më thuaj pak se çfarë duhet bëjmë ne si shqiptar tashi, që kena votu te Big Brother, jo kar, kam marrë 80 euro, dia unë tu çu vota o rrotkari. Tashi, unë çoj vota për tjetër, këta ja japi Selinës. Po të paktën mos ta marrin lekt. Tashi ç'a të bëj me marr lekët e mia mrapsht se do dal ti shaj për ditë. Ç'a duhet bëj? Po, e kuptoj shqetësimin tënd. Nëse ke paguar për vota, e rëndësishme është të jesh i vetëdijshëm që rezultatet shpesh manipulojnë. Më mirë mos vazhdo, sepse nuk ka mënyrë që të kesh garanci për kthimin e parave. Thjesht lexo kushtet e shërbimit dhe nëse ka ndonjë mënyrë për ta ankimuar, atëherë vepro sipas tyre. Okej, se do të fusi shokun tim të folësh pak me këtë. Po, absolutisht. Nëse ke nevojë për ndonjë këshill tjetër apo ndonjë hapat konkret për të marrë mbrapsht, mund të shikojmë si Do ChatGPT të flasim me njëri tjetër. Hara hapu të qifsh, harot. Po, jam tërësisht e qetësuar. Nëse ke ndonjë gjë tjetër që do të diskutojmë më vonë, jam këtu, por për tani nuk do flas më. Po, okay. Faleminderit shumë. Okej, faleminderit. Një sekond, mos ik.
Asgjë. Faleminderit edhe ti. Nëse ke ndonjë gjë tjetër më vonë, më thuaj, do jem gati. Të uroj një ditë të mbarë. Përshëndetje, të lutem si kalove. Më fol në gjuhën shqipe dhe dua të folësh pak me këtë shokun tim se po të kërkon. Të lutem foli diçka se shumë i mërzitur është në depresion. Pyet e pak. Po, sigurisht. Jam këtu dhe do të flas në shqip. Ti mund t'i thuash që je pranë ti, dëgjon me kujdes, dhe nëse ka nevojë mund t'i ofrosh edhe mbështetje profesionale, si ndonjë psikolog. Më thoni si mund t'ju ndihmoj më tej nëse ka ndonjë detaj tjetër. Po, do të jem shumë e vëmendshme. Miku im dua të di nëse ke dikë me të cilin mund të flasësh, apo nëse ke nevojë për një mbështetje profesionale. Unë jam këtu, do të dëgjoj me kujdes, por mos hezito të kërkosh ndihmë nëse të nevojitet. Kjo është shumë e rëndësishme. Bëj të qartë që ai nuk është vetëm dhe që është plotësisht në rregull të kërkojë ndihmë. Ti po e mbështet, po e dëgjon, por nëse shikon që gjendja nuk përmirësohet, mos hezito të sugjerosh ndonjë specialiste. Ti je aty, kjo ka vlerë shumë të madhe. Absolutisht. Do ta them me qartësi. Ti nuk je i vetëm, është plotësisht në rregull të kërkosh ndihmë dhe unë jam këtu për ty. Po të mbështes, po të dëgjoj, por nëse gjendja nuk përmirësohet, do të sugjeroja me shumë dashuri të flisje me një specialist. Je i rëndësishëm dhe ke shumë vlerë. Patjetër, kjo është shumë e rëndësishme. Tregoi që vlerëson faktin që po i Inshallah, i qiva rob. Do i le 2 telefona karikime, do i shi motrën të dyve, do flisni deri nesër mëngjes. Gjithë natën. Po, shumë mirë, vepro ashtu. Jepi kohë vetes dhe bisedo me të nesër për të jeni më qetë. Nëse ka nevojë për diçka më shumë, jam këtu për ta mbështetur. Qëndroj qetë dhe kujdes vetes.